Në dorë para nuk kanë, por talentin e shfrytzuan për t'i marrë ato. Pikturat që i realizuan me aq qejf të shtunën në mesditë në sheshin e Lipjanit i nxorrën në shitje. Këtë nxënësit e klasës së 5 të shkollës fillore Vëllëzrit Frashëri në këtë komunë e bën me një qëllim unik. Një bashkëpunëtare jonë është vuan nga një sëmundje dhe ne sa do pak ta ndihmojmë që t'i blejmë ilo që ta po të shërohet ajo. Dorën vajzës që vjon mësimet në shkollën e njëjtë, e cila tash po merr trajtim për një sëmundje të rëndë, thonë se janë gjetën me shumë dëshirë. Po, se është mirë me u ndihmu dhe të tjerëve që ka nevojë. Ideja për këtë aksion humanitar erdhi krejt spontanisht. Nxënësit i kam shumë të mirë në pikturë, disa janë edhe talentat lindur. Edhe duke pikturun klasa ashtu e morëm si iniciativë për një projekt pak më të vogël brenda shkollës me bo një ekspozit. Vizatimet që u punuan nga duart e voglushëve u atërhoqën vëmendjen kalimtarëve që u ndalën për t'i shikuar e dikush edhe për t'i bler ato. A mundem këta të luta me marë? Sa keni çmimin? Kjo çmimin e ka 20 euro dhe kjo 10 euro. Punimi që ja dha me dy duart e emocionoi fort këtë të mitur. Shumë mirë po ndina. A kemi vazhdu me bu prapë të tilla? Po, përmes talentit tem po. Shitjet nuk u ndalën veç me një, për pak qaste pati shumë. Këtë organizim doli tash edhe drejtori i arsimit në këtë komunë, Rasim Hasani, i shoqëruar nga kryesuesi i kuvendit Daut Azemi. I pari siguroi se nga këtu nuk do të kthehen duar thatë. Po i qyrum krejt mos me na vidhnu në zonë, sa të në fund diçka kena me ble. Premtimin edhe e mbajti. Ta shë koha e verës, unë do me marë qëtu një me detë, me dulla, besoj që ta do me marë, edhe me vendosë të shpia. A bon? I pari i kuvendit komunal e lidhi me pasionin që e ka. Ja marë me sport një ko me futbol, edhe gjallin e kam është i vogël 6 vjeçar, po ka qef futbol dhe sportin, po besoj që kom i pëlqy dhe atina. Të veçlit mblodhen goxhat holla derisa u bë me dije se aksionet të tilla humanitare do të ndërmarrin sërish.